polarizimi skajshëm I deputetëve që hedhin fjalën në raport me njëri tjetrin, duke që asgjë nuk do të ndodhë, do të hyjmë në votim të komisionit I cili nuk do të kaloj dhe pastaj do të shkojmë në 48 orë të tjera. Pauzë. Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për komision zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit kuvendit. Kush është për? Nuk voton për as vetëm Berisha që... Kush është kundër? Kush abstenon? Pasdhet e 6 deputet kanë dhënë votën për, 1 kundër, abstenim nuk ka, s'kem pasërisht quorum dhe seanca ndërpritet më 7 maj, shihemi përsëri në orën 10.